Mëngjesin e sotëm Haraqina u vërshua nga forcat të shumta policore me automjete të rënda, të cilët ishin pozicionuar në vende strategjike. Më vonë, policia bëri të ditur se caki tyre mëngjesin e sotëm në Haraqin ka qenë një person I cili kërkohej me fletë arrest qendror. Sipas njoftimit të Ministrisë së Brendshme, bëhet fjalë për 40 vjeçarin me iniciale AB, I cili duhet të vuajë dënim për 2 vepra të kryera penale. Sot rreth orës 8:30 në fshatin Haraqin, pas ndërmarrjes së masave operative taktike, zyrtarët policor e kanë privuar nga liria AB 40 vjeçar nga Shkupi. Personi është kërkuar me fletë arrest qendror në bazë të urdhrit të gjykatës themelore Shkup për vuajtjen e masës me burg prej 3 vitesh për veprën e kryer penale zhvatje dhe 1 vjet e gjysmë për veprën penale dhunë. I njëjti, siç ka njoftuar më tej nga MPB, është dorëzuar në institucionin ndëshkues përmirësues Idrizov për vuajtjen e dënimit. MPB bën të ditur se ka zhvilluar edhe një sër aksionesh tjera për armbajtje pa leje për prodhim dhe tregtim të lëndave narkotike, si dhe ishin marrë disa automjete të cilat ishin përdorur për gara ilegale në Kumanov.